i diplomuar për letërsi. Një shprehje thotë që nga presioni i madh atmosferik shpiken apo jo shpiken, po prodhohen diamante, duke qenë se janë në presion. Kjo është e thënë, po themi, në kontekstin e diktaturës dhe kontekstin e mineraleve. Çështjen e mineraleve në përgjithësi, por mendoni që ka patur një letërsi më të mirë nën konturet e diktaturës, nën presionin e madh diktaturës se sa e sotshmja? Kjo është thënë disa herë, që edhe është thënë jo vetëm në Shqipëri, edhe jashtë, që presioni, shtypja, ndalimi, krijon konditet për një letërsi disi më shpërthyese. Unë nuk besoj se kjo është e vërteta absolute e letërsisë. Po t'ishte kështu, letërsinë më të mirë duhet ta kishim nga burgjit, sepse aty presioni ka qenë më i madh. Unë gjithnjë besoj se liria ka avantazh shumë më të madh se sa shtypja. Liria e krijon artin e madh, jo shtypja, në përgjithësi, duke mos përjashtuar përjashtimet. Ajo, dallimi midis diktaturës dhe shoqërisë hapur ose demokracisë është kjo, që në diktaturë kemi pas shumë shkrimtarë që kishin mundësi të përkushtoheshin letërsisë. Pra, paguheshin si shkrimtarë për gjatë gjithë kohës ose në një periudhë të pjesshme. Merreshin vetëm me të shkruar. Pra ja dedikonin gjithë kohën të shkruarit. Kjo është një gjë e madhe. Në regjimet parakomuniste këtë privilegje kanë patur aristokratët, në që i kishin siguruar gjithë jetën ja dedikonin të shkruarit. Kështu që në komunizëm ka qenë avantazh i madh ky. Në shoqërinë e hapur, shkrimtarët janë detyruar që të bëjnë dhe punë tjera, nuk ka më profesione të lira, nuk paguhen kush si shkrimtar. Pra ky ka qenë dallimi. Mendoj se regjimi komunist i ka ndihmuar shkrimtarët duke u dhënë mundësinë që t'i dedikohen në kohë të plotë letërsisë. Dhe kjo ka bërë që të ketë shkrimtar shumë serioz, me vepra serioze që qëndrojnë në panteonin e letrave shqipe, si në prozë dhe në poezi. Kalim pak tek profesioni i opinionistit. Zoti Zogaj, cili është mendimi juaj që e bën një opinionist mirë dhe një opinionist jo aq të mirë? Tani varet, sepse çdo opinionist ka karakteristikat e veta, por mendoj si një karakteristikë ose si një cilësi e domosdoshme për të qenë një analist i mirë është kultura dhe mundësisht objektiviteti. Sado që objektiviteti është edhe relativ gjithmonë, sepse nuk ekziston një vërtet absolute, edhe sidomos kur flitet për politikën. Por mendoj se kultura në përgjithësi, kultura e dialogut, thellësia e analizës i dallojnë analistët e mirë nga analistët sipërfaqësor ose nga analistët zhurmagji. Mendoj unë. Shpesh thuhet që bota e medias është një botë goxha e manipuluar. Domethënë janë shumë gojdhëne, janë shumë teori konspirative që thonë që bota e medias manipulohet. Pra, nuk tregon atë të vërtetën absolute. Si e shikoni ju këtë gjë? Ka, manipulim ka, por nuk besoj se mund ta përgjithsojmë. Sepse bota e medias thelbësisht është bota e transparencës. Dhe në qoftë se media i largohet transparencës, vdes. Në qoftë se media degradon në manipulim permanent, se manipulim ka, ose maskim të vërtetave ka, grim, makjazh të vërtetave ka, por në qoftë se kjo bëhet norm, media vdes, sepse media bën kundërshtim me arsyen sepse ekziston, që është lajmi, tregimi, kallëzimi, transparenca pra. Kështu që pra ka aspektet e manipulimit, por thelbësisht mendoj se media e tregon realitetin, nuk e fsheh. Përsa i përket realitetit, sa rëndësishme është për një opinionist të jetë njohës i thellë i realitetit? Është domosdoshme, nuk duhet marrë pjesë, nëse nuk e njeh temën, kontekstin e temës, realitetin po themi. Është si puna edhe e letërsisë, që një libër i mirë është libri që le me kuptu se ka pas më shumë fakte dhe faqet pa shkruara se sa faqet shkruara. Pra,
lexuesi kupton që ka një kantier rreth këtij libri që është ka më shumë lëndë të pashfrytzuar se sa shfrytzuar. Edhe kjo është e vlefshme edhe për një analizë, që duhet të kuptohet që analisti di më shumë se sa thot, sepse s'bie rasti për t'i thënë gjitha. Pra përgatitja, njohja është domosdoshme, është elementare. Se pastaj oratoria mund të jetë një dhunti, po njohja është parakusht për ta bërë këtë punë. Qartë. Miqtin TV do të kthehemi pas pak me zotin Prezogaj. Ja ku jemi këtu përsëri me zotin Zogaj. Zoti Zogaj, është një shprehje disi gazmore që thonë që çdo brez mendon që bota fillon me ta dhe mbaron me ta. Ju, pa diskutim, keni qenë dikur i ri, keni pasur mendimin tuaj në lidhje me botën, në lidhje me realitetin. Cili ka qenë mendimi juaj në lidhje me këtë shprehje? Mendimi që keni edhe ju sot, brez i ri, çdo brez i ri mendon se përjetësia fillon me ta. Trit nuk mendojnë se ndryshim, mendojnë se kjo është përjetësia. Dhe ato para nesh nuk i ka kap, thonë ato. Nuk i kapi përjetësia, ato, ne na kap. Ky është raporti me i rinis me jetën. Sigurisht që kur mendon pastaj edhe trit e din se jeta koha shkon, po është një raport të duket sikur ka vërtet përjetësia. Por një gjë doja ta thosha që në moshën time e çmojnë më shumë moshën e rinis. Rinis i iken koha në përduar, sepse nga që e ka, nuk kujdeset ta mbaj, ose ne na duket sikur e shpërdoron pak, shumë kuptimi jo negativ fjalës. Kur arrin moshën që ka mund sot, për shembull, ka një vlerësim shumë të madh për moshën e rinis. Edhe unë vlerësoj shumë këtë moshën e rinis. E çmoj shumë. Përsa i përket prap, po futemi tek pjesa e rinis, kalim tek informacioni i shpejt, interneti, mediat sociale, rrjetet e ndryshme sociale. Mendoni që, po themi, ky bum i madh teknologjik e ka ndihmuar informimin e të rinjve, qoftë edhe një moshe të tretë apo një moshe të parë, apo e ka rregulluar, apo është keq apo është mirë situata? Është mirë. Çdo gjë ka dy anë të medaljes, apo jo. Por sigurisht që peshon më shumë e mira, teknologjia e ka pasuruar jashtëzakonisht shumë gamën e informacionit dhe shpejtësinë e shpërndarjes informacionit dhe lehtësinë e shpërndarjes informacionit. Nuk ka krahasuar me 10 vjet, 20 vjet, 30, 40 apo 100 vjet përpara. Është një ngjarje e madhe për civilizimin. Kjo gjë. Natyrisht që pastaj u përket trive që të shmangin kurthët që sjell me vete kjo mrekulli. Teknologjia, shpejtësia, lehtësia, bukuria, imazhi, fjala, gjitha së bashku, pra të shmangin disa kurthë, që kush janë? Është një lloj duke kalimin në sipërfaqe të gjërave. Gjërat kanë gjithmonë thellësinë e tyre. Pavarësisht se sot është koha e informimit shpejt, por gjërat nuk e kanë humbur thellësinë, e kanë gjithmonë. Dhe informimi i shpejt e ka këtë që u shkon gjërave përsipër pak, nuk thellohet shumë. Por kjo u takon pastaj subjekteve njerëzore, në rastin konkret trive, jo vetëm trive, gjithë përdoruesve të internetit, të teknologjive të informacionit që duke lënë me një anë marrjet e shumta të informacionit thellohen në fenomenet e jetës, se ka nevojë për të thelluar, për të lexuar filozofi, për të lexuar histori, për të lexuar sociologji, shkencë, letërsi e kështu me radhë. Zoti Zogaj, të kalojmë pak tek ju tani, tek ana juaj personale. Cili është një prej pasioneve të cilat nuk e keni shfaqur publikisht, i cili flë në botën tuaj, por nuk keni dashur ndonjëherë që ta shprehni publikisht? Mund kam fol kaq shumë për media sa që është vështirë të ketë ngel në një gjë që
në gjë shumë e pa thënë, por një nga pasionet e mia që kam thënë rrallë është noti. Unë jam rritur afër detit e kam si pasion që notoj gjatë, notoj shumë. Tu ka disa që e Berisha ka zakon që tregon rekordet e notit, por unë si njeri i rritur në det, domethënë, e ndjek me buzëqeshi, domethënë atë që thot ai një herë në vit, unë bëj not, ndoshta edhe 60 ditë në vit. 65, ka herë dhe 70 se e filloj shpejt. Pra është një nga pasionet për cilën nuk kam folë shumë, është një gjë e ime, nuk ka pse të flas për të. Edhe ne thjesht donim të dinim diçka të fshehur. Ato rekordet ato janë shumë interesante.